LSI-a, kur u krijuan fillim fare, gjë e parë që unë kam thënë është që shoqëritë tona, nga që s'kan boshte vlerash, funksionojnë me precedent. Dhe precedenti që vendosi atëherë LSI-a shkatroi gjithë Shqipërinë. E njëjta gjë është edhe këtu. Ka një precedent para Spiro Palit. Që është kush? U dërgoi të falë atë gjithë nga Ditmir Bushati. I pari që Ditmir Bushati, rebeli... Në perspektivën e këtij formati. Po, s'bëri në një deklaratë të forte. Ditmiri bëri shumë deklarata në natyrën e vet, se do të marrë në natyrën e njeriu, ashtu flet Spiro Pali se është lape, Ditmiri flet çik më ashtu se është më i butë, është më sfugjer. Por edhe Ditmiri i bëri gjithë deklaratat e mundshme me gjithë kontekstin Spiro Pali sot. Po s'ka ndonjëherë Ditmir Bushati më përjashton zoti Rama tani. Shiko, nuk është asë gjikën përjashton, e kupton? Ja, i kishë nditur, po marrin formën e kësaj gjë. Okej. Pra, të njëjtë protestë bëri, të njëjtë formë. Ti thua që Spiro Pali është suksesore e Bushatit. Me që publiku nuk di shumë gjëra, Bushati më brenda te emaili grupi i asamblesë së PS-s për ditë kishte në një email me gjithë grua që i nga PS-a atë një personazh tjetër. Për ditë, një grua, çencika, se është publike se them dot. Si? Ajo Casli? Jo, Casli s'ka qenë edhe PD-a, ka qenë një persone që ka qenë zëvendës ministri e financash. Qofse orientohet diçka. Pra, brenda emailëve të grupit të PS-s, Bushati javë për javë dërgonte të tirë të lesh sikur kishte kohë njëri të lexonte Bushatin. Dhe unë kam bërë një shkrim atëre. Po? Që aty u fik dhe kandili Bushatit. Ideja është e tillë. E para ti nuk flet dot tani. Unë flas. Se kam folë për herë. Por nuk mund të kujtohesh ti zotëri pas 10 vjetësh të më bësh moralistin në shtëpi publike. Kur ti ke qenë menaxheri i shtëpisë publike. Bushati ishte menaxheri i shtëpisë publike? Po kështu është pra ideja pra. Ti s'mund të më bësh moralistin tani. Pra, derisa ai zotëria ty të bëri ministër, e ti dha të gjitha adetet. Nuk bën sens kjo. Dhe Spiro Pali njëtën... Po ti të gjë pra tash. Ti ke marrë të gjitha përfitimet. Kemi me këtë gabim apo edhe të flasja? Ti ke marrë të gjitha përfitimet. Ti ke marrë të gjitha. O prit të krijon precedentin, këto dalun ty. Që? Ti ke marrë të gjitha përfitimet, ti ke marrë gjitha të tjera, të ora të gjitha të mundshmet. Të gjitha të mundshmet. Për të mos thënë edhe gjëra të tjera. Çfarë gjëra të tjera? Të lishme ti është lishme. Jo, të jashtë lishme duhet të vërtetosh ti. Atani s'është puna ime. Ka institucione që paguajnë nga taksat e mia. Atëherë mos e thuaj. Ka institucione që paguajnë nga taksat e mia. Jo, po mos e thuaj pastaj. Jo, pa lloj të themi ne Rezarti, jo, se themi dot se s'kemi. Ty s'ndalon asgjë gjë më. Ty s'ndalon asgjë gjë mund ta thuash. Jo. Çështja është sa të ngjit ty në publik. Ora disa kam dëgjuar për edhe timon. Po s'ka ngjitur gjë. Kur je personazh publik duhet i marrësh përsipër të gjitha çfarë thuhen në publik. Dakor? Kam dëgjuar unë pedagogu që merr lek, pedagogu që merr atë, që merr këtë. Asnjë gjë nuk ka ngjitur. Asnjë gjë nuk ka ngjitur. Sepse ndryshe nga këta, nuk e gjen dot një person në Shqipëri që të vish thuash i kam dhënë lek atij burrit për të kaluar filan gjë. Unë mund ta kem kaluar me dëshirën time, se kam dashur ndihmoj dikë, po, ta them unë. Po leke, s'bet llaf. Shqyr zotit një, kush jam edukuar nga prindrit, se ndryshoj dot çfarë bëjon. Dhe dy, s'kam qenë hallexhi. Se kjo ka të bëjë shumë. Pa diskutim. Nuk e di, nëse do vendosesha në pikën ekstreme që do duhesh buk për fëmijën, nuk e di ta bëj apo jo. Prap po them nuk e di ta bëj, nuk po them ta bëj. Po nuk e di. E kuptoj. Por de facto, s'ka ngjitur asnjë gjë. Mund dalin njerëz të thonë që unë jam gay. Thonë sa duan, s'ka problem fare. Fare. Po pse të thonë njerëzit që ti? Të thonë çfarë duan, pra, këtë po them unë. Pra kur je publik, duhet i marrësh përgjegjësi të këtyre gjëra. Tani te Elisa. Të dolim debat tjetër. Elisa. Si e shikon që mund ndodh diçka? Ti nuk bën dot moralin. Po edhe të mos flasi fare nuk bën dot moralin. Ne themi pse s'flisi kur flet ajo thonë se bën moralin. Ah, po ti në qofse jep moralin kësaj. Prit. Nëse jep kësaj gjë meritat, ti u thua të gjithë njerëzve që ti zotri, po, për të bërë moralistin e këtë shoqëri, duhet të bësh një 10 vjet zbor spaletat e partia, që çfarë? Mundësisht të shkëlyesh me një partia, po të pullësh me ndere, të përdorësh llapën e të tjera. Ti thua kryetarit Skënderbej. Do të vëm pull të kuqe tani. Jo, më s'po të kuq, po ashtu funksionon partia më tash. Si funksionon partia? Ashtu funksionon shteti më ola. Si funksionon shteti? Ora, kuptoj që do bësh paradoksalin se ti do bësh gazetarin, shumë bukur fort. Po të them këtë gjë. Ti dhe Skënderbeu është shpirti i Xhaxhit. Ti dhe Aleksandri i Madh është shpirti i Xhaxhit. Tani ky që nga legen,
Po mirë, e tha ajo tani, me që e tha ajo nuk do të thotë gjë? Nuk shkon tani. Pse? Nuk shkon. E para, e dyta, pse nuk shkon? Që ta mbyll të me Elisa Spiropalin. Një, sepse ti nuk ke moralin që të mbash kauzën, si punë PD sot, edhe PD në këtë gjë tjetër. Thot gjitha gjërat të vërteta, po se pjerë njëri fare. Edhe pse është lakuriq? Pra, priti sekond. Për Spiropali, që thash, aspekti i parë është s'ke moralin mbash kauzën, dhe aspekti i dytë. Po ti hysh të gjitha gjërave që ka shkruar. Po. Është njësoj si poezit të kohës së partisë që thoshin o liqeni kulluar me ujë të turbulluar, ke gomle makinës shpuar. Teksti ishte i fort tani të lutem. I fort për konotacionin e 97-s që keni ngel juare në mundësi. Kush ju? Po më thuaj çfarë ka thënë? Më thuaj çfarë ka thënë mo? Kam ngelur në 97? Ore ju si gazetar të gjithë mo, çka teksti fort është? Më përjashton. Si për gjithë unë jam unë. Çfarë ka? Çfarë të them unë ju pedagogët e ekonomikut. Jo, ore se them unë atë. Ore po flas me ty tani dhe nuk po them unë se the ju. Të lutem shumë. Po pra ju si media. Ja pjesë e medias. Unë jam ju si media. Ti po je në rregull. Ti po je në rregull, siç jam unë në rregull. Ndiem. Ti nuk ndihesh. S'ndiem. Ti djali urti. Ti po djali urt. Deri këtu. Mos e keq kuptoj. Jo, të kuptoj. Jo, po të mos keq kuptoj. Mos e keq kuptoj, ta them sinqerisht. Në sensin e entitetit, sepse është bërë përzierje në media gjithë kjo gjëja. Edhe për te media, s'u fal, sepse edhe dëgjoj nga shumë kolegë të tani rregullove, çik po. Jo, më kuptoj logjikën, por s'ka frikë të them asgjë gjë. Por, çfarë ka thënë pra? Mirë. Për të mos folur, për të folur se do flasë për të folur. Po më drejt. Po thuaj 1 2 3, thuaj 1, kjo s'bë. Ashtu pra i ka thënë. Kjo s'bë. Po çfarë i ka thënë ajo? Po çfarë pra? Po tani ja po të parafrazoj unë tani, edhe ta them. Po liqeni kulluar me ujë të turbulluar. Jo liqeni kulluar, ajo bile ne diskutonin edhe deri te kjo që kush e ka shkruar, se unë dua të jem kështu korrekt fjalë për fjalë. Tani Elisa ka bërë deklarata shumë të forta këtu. Elisa e vetë ka shkruar për arsye se Elisa ka pësuar një transformim intelektual dhe artikulimi shumë të fortë gjatë viteve të fundit. Nuk kam ndjekur atë. Është shpjekur intelektualisht edhe politikisht shumë. Është tipike sinteze e asaj gjës së Elisës. Thjesht tani është ndërgjegjësuar. Po? Është ndërgjegjësuar nga që ka kaluar eksperjenca e shpjekur dhe ka pas gjëra në dorë dhe tani nuk ka çfarë humbet më, edhe do të them unë që pse s'po vlerëson mua. Tani, debatet e brendshme, sa do të forta, nuk do të zhndërrohen në spektakël ndëshkimor politik. Po. Iku kjo, publik. Nëse, edhe bën atë më përjashto, nëse qëndrimi im për mënyrën se si po funksionon partia, qeveria, shteti konsiderohet arsye për përjashtim, atëherë po të them qetë dhe qartë më përjashto. Se kjo i përmbledh gjithë. Para fut kot, s'ka qëndrim. Çfarë qëndrimi ka ai? Po se i ka thënë atje pra brenda. Dhe ka bërë dhe dy tjera. Tani, a do të zgjesh atë? Kam kritikuar modelin që në disa aspekte po dëmton edhe Partinë Socialiste. Ja thotë. Asnjë person nuk di çfarë qëndrimi ka Elisa ndryshe nga partia. Tash më tir lesh më kot. Ja po që nuk ka demokraci. Nuk ka demokraci në tani Roland, nëse ti më thua qëndrimi që kam unë, do ta bësh qëndrim publik. Atëherë nëse ke qëndrim publik, mos shkoj këto paçavure fare. Vazhdoj lufta atje brenda. Do rregullosh me këtë aspekt. E dyta, nëse ti do kritikosh modelin e Partisë Socialiste, motra bëj herë publik. Ç'a kritikon ti më? Kë kritikon ti? Dhe pse e kritikon? Po s'ka demokraci thotë. Po thuj pra njerëzve pse bëhet deklaratë publike, thuj njerëzve pse. Po e ka thënë, më shkoj. Besoj njëri ty motra sepse jo, po dëshkohesh ti. Jo. Ha. Foli gjë ajo kur unë dëshkua Ditmir Bushati? Jo. Se mund të marrë dhe Samir Tajani era. Samir Tajani e kishte sikë specifik. Foli gjë për Ermelin? Foli gjë ajo për Belindën me Qerallave, luftën e madhe me Belën e ka pasë. Tani gjithta kjo bën për Belindën e Ballukun thotë? Unë nuk e besoj. Po pse për kë e bën? Po duke besoj, nuk më intereson më fare, nuk më intereson pse e bën, më intereson çfarë bën. Do ajo është e përjashtuar. E kuptoj. Por në perspektivën time, po kam përshtypjen që apo vetë përjashtohet atë. Si Saliani. Vor Saliani. Nga gjetë këtë vetë përjashtim, edhe ti thua vetë përjashtim. Jo, po vetë përjashtohet në sensin e tillë, që do dalë dhe hero, po, e largohet nga politika me lezet të madh. Se e di që kryetare PS-s nuk ka për të bërë ajër. Kryeministri nuk ka për të bërë ajër. I kaloi të gjitha. Igor Rama hapet zë shishën e qumshit. Nuk funksionon postemi që e qumshi aty dhe në djenin time lobi Elisa nuk ka lob fare. Fare? Po, s'ka lob fare. Kush e ka lobin në fortën PS? 2 lobi janë për momentin. Belindës? Një dhe është i tjetër. Kush është?
O do ma thuash pas emision. Po thua pra këtu. Çfarë thua tani? Po nuk është puna ime, nuk është puna ime fare. Ore, Nuk do kjo të kolla më kapute shpirtëve këtë. Pi pakuj. s'ka gjë se jam alergjik me kampionin e bashkëvash me racion. Pi pakuj. Se tani Dhe ideja është e tillë që nuk më intereson, shiko, këto nuk janë debate që interesojnë shqiptarëve më mor.